Statusi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit zbulon qëllimet e vërteta të kryeministrit Edi Rama për sajesën e saj në maskën e mbështetjes me kreditimet bizneseve të vogla, të mesme dhe të qytetarëve përmes kredive dhe grumbullimit të depozitave prej tyre. Në ligj kjo bankë shtetërore nuk quhet bankë tregtare, por aktiviteti i saj është kopje e bankave private në Shqipëri. Me të drejtë për depozita, kreditime, emetim bono shtesare, investime fondesh në tregje vendase të huaj, transaksione dhe marrje kredish nga subjekte vendase të huaja. Edi Rama ka përcaktuar pavarësitë plot për këtë bankë të zhvillimit duke e lejuar të zhvillojë aktivitet pa licencë dhe pa mbikëqyrje nga Banka e Shqipërisë. Skandali është e drejta e Bankës Shqiptare të Zhvillimit për të mbledhur depozita kursimi dhe fonde investimi, ndërsa si ndërmjetëse për grumbullimin dhe rikthimin e tyre në rast falimentimi do të jetë Posta Shqiptare, kur kjo shoqëri nuk ka të drejtë aktiviteti bankar. Ligji dhe statuti i kësaj banke shtetërore nuk sqarojnë se kush mban përgjegjësinë dhe barrën e shlyerjes financiare për depozitat e qytetarëve dhe subjekteve të tjera, ndërkohë që qeveria nuk merr përsipër garancinë e tyre duke lejuar një aktivitet të ngjashëm me ish firmat piramidale. Edi Rama dhe ministri Petrit Malaj po bëjnë gati shitjen e 49% të aksioneve të bankës. Banka Shqiptare e Zhvillimit është 100% në pronësitë të Ministrisë Financave me kapital 5 miliard lek, të ndarë në 2000 aksione, kapital që fillimisht u caktua 10 miliard lek. Në ligj dhe në statutin e bankës, qeveria dhe Ministria e Financave kanë të drejtë që, nëpërmjet administratorit dhe Këshillit Mbikëqyrës, të shesin 49% të aksioneve të bankës, të barabarta me këtë përqindje respektive të kapitalit duke vlerësuar një aksion me 2.5 milion lek. Sipas informacionit që ka siguruar pamfleti nga burimet Ministrisë së Financave, Edi Rama dhe Ministri Petrit Malaj po bëjnë gati skemën e shitjes së 49% të aksioneve të bankës. Banka u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 18 dhjetor 2025, ndërsa tani pas 2 muajsh 3 banka private do të bëhen ortake me shtetin shqiptar. Mbetet për tu parë cila do të jenë këto banka private që do të marrin aksionet e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Ato do të kenë favorin të kryejnë aktivitet pa licencë dhe pa mbikëqyrje nga Banka e Shqipërisë, madje mund të transferojnë para në kanalet e pa kontrolluara të Bankës së Zhvillimit. Administrator është emëruar italiani Silvio Petraci. Shkelje e rëndë është emërimi si administrator i kësaj banke, italianit Silvio Petraci, mik i Edi Ramës, ish kryetari i Shoqatës së Bankave në Shqipëri dhe antar bordi i Agjencisë Shtetërore të Investimeve. Sipas ligjit për bankat publike, administratori i Bankës Shqiptare të Zhvillimit duhet të jetë shqiptar dhe vetëm me shtetësi shqiptare, po kështu edhe antarët e Këshillit Mbikëqyrës. Megjithatë, një prej tyre është francezi Daniel Demeulaner, mik i Edi Ramës. 4 të tjerët janë shqiptar, të lidhur me banka private dhe studio ligjore pranë Ramës dhe Agaçit. Konkretisht Artur Aslani nga studio Tonucci & Partners, Eris Hysi nga studio Agent Hajdari, Iri Dahuta dhe Arben Shkodra, biznesmeni afërt me qeverim.